Shkodra, qyteti europian i sportit, sjell në stadiumin Loro Borishi emra të mëdhenj të futbollit shqiptar dhe atij spanjoll. Ikona që gjatë karrierës së tyre kanë luajtur me klube të njohura si Real Madrid, Barcelona dhe Real Valladolid, do të zbarkojnë në Shkodër. Veteranët e Vllaznisë do të përballen me veteranët e Valladolid, një skuadër që ashtu si Vllaznia në Shqipëri është ndër themelueset e futbollit të luajtur në Spanjë. Do të jetë një festë sportive, lojtarë legjendat e Shkodrës, sidomos të Vllaznisë, domethënë sidomos Vllaznisë, lojtarë që kanë kontribu vitet 80, 70, 80. E dyta është pastaj ekipi i Valladolidit, lojtarë që kanë luajtur në kampionatin spanjoll, përsëritet edhe pavarësisht edhe një herë me Real Madridin, Barcelonën dhe shumë ekipe të tjera. Na kanë përgjigjur si lojtarë si Rudi Vata, Fal Barriera, Astetafizi, Serdedia, Hysén Zmiani, Armando Cungu, Suad Lici, Safet Osja, shumë të tjerë. Kemi folur edhe me Ujkun Shkodran dhe viteve 80, Freddy Tragamin. Shpresojmë që edhe ai të jetë na bashkohet në këtë aktivitet. Një organizim që nga sa bëhet e ditur është realizuar përmes iniciativës së drejtorit të sportit në Bashkinë e Shkodrës Aron Miloti, në bashkëpunim me artistin e njohur shkodran që jeton në Spanjë, Eduard Marashi, i njohur si një dashamirës i flakët i Vllaznisë. Kjo ishte një iniciativë si jemi personale, po dhe shoku tim Eduard Marashi që jeton në Valladolid dhe ka shumë miqësi me ekipin, me veteranët e Valladolidit. Bëme një bashkëbisedim, udhtova edhe në qytetin ku banon Eduardi, në Valladolid, u njofta edhe me ekipin e veteranëve dhe ato me zit shpresin që të vinë. Edhe kjo është një fat që na nodhi. Ndeshja në fjalë është programuar të luhet me datën 2 maj në orën 18 në stadiumin Loro Borishi të Shkodrës.